arritjet e tyre profesionale, rrugtimin e tyre bashk në jetë, i cili është prej 4 dekadash tashmë. Sigurisht kemi nevojë për plot sekrete, nëse ka ndonjë të tillë për ruajtjen dhe gjatësinë e shëndosh të një raporti. Lejoni që t'ju prezantoj me mua në studio zonja Nora Logja Sahaqiu dhe zotri Valdet Sahaqiu. Mirë se erdhët. Faleminderit shumë për kohën. Kënaqësi, ta nisim javën me ju, si mysafirët e parë të kësaj jave. Si e nisni ju zakonisht javën? A janë kafet e mëngjesit që ju bëjnë bashkë për herë? Është interesant se na ka ndru rutina ndër kohë dhe ndër vite, kështu që e kemi një rutin pak më ndryshe. Po për ndryshe gjithmonë në kohën kur i kemi pas edhe fëmijët pak më të ri, atë rutinën e mëngjesit e kemi pas të shejtë. Do me thonë edhe kur Valdeti është desh me dalë herët në punë, edhe une kur jam desh me dalë herët në punë, jemi mundu që s'paku ato momentet e mëngjezit me u marrë me fëmijë, me i përcjell në për shkolla, me i qunë në për kurse, me pi nga një qaj, na jemi njerëz të qajit, jemi njerëz të kafës. Kafën e kemi ma shumë sociale, qajin e kemi për mëngjes, edhe ndë vazhdojmë gjashtu, edhe mandi se cili shpërndahet edhe vazhdojnë me punën e tyne gjatë ditës. Valdeti në anën e ti, unë në anën tim. Të ditë ndarë për të bashkuar sërish besoj në drek apo në dark, në shtëpi. Zakonisht në mbrëmje, në dark, se deri vonë të dy kemi punu deri vonë. Po, edhe orari më i vonë, sigurisht duhet t'ju ke taku. E keni për herat që kur të kthehen në shtëpi të ndani nga dita juaj, apo problemet e punës le të mbesin të punat e zyrja aty s'po i sjellim në shtëpi më mirë. Po, i kemi provu dyjat, edhe sidomos unë i kom provu, se zakonisht unë i kom pru disa sfidat mija edhe konsulta me Valdetin në shtëpi, po e kom pa që me kohë ka qenë ma shëndosh me i nda ato prej jetës familjare. është dashtë mi tonë le zyre, sebi keme vetin në shtëpi. Edhe në ka bo problem ka njerë zyrja kur vike në shpe. Po, se zakonisht kom punu në puna pak ma sfiduse, në menagjim të projekteve të mëdhaje multimilionshe. Pjesën ma të madhi tjetës e kom kalu në punën me organizatat kombeve të bashkuara, edhe në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Po në ato vitet me hershme, do më dhënë edhe one t'ju adaptu me balansin jetë familje, jom desht me e mendu si me organizu që ashtu që me qenë me familje, kur jom në familje, edhe me u marrë me punën mandej prap kur rahatohen gjanat në familje. Se në këto pozita duesh me punu edhe gjatë ditës e në rartë punës, po gjithashtu edhe në shpe, masi që je marrë me fëmijë, me familje, me burin, prap mu ka desht me ule dhe pak me punu. Ajo edhe paku ka qenë edhe një 2 orë ndoshta në mbrëmje. Pra një fokus 100% për punën që duhet ketë lënë mungesa nga njëherë nga anët të tjera, e më së shumti nga njëherë duke të harrojmë vetën tonë të parën, duke ju dediku punës, njerëzve të tanë të afërt, po në fund e lëm vetën. Zoti Valdet, për ju cila ka qenë ndër vite nga periudat më të vështira në punë, pra nga ana e punës, më të ngarkuara që mbase deri në një moment i keni thënë vetës, okej, le ta ndali pak edhe unë ritmin e punës se po më shtjerë. Ka qenë një periudhë kur i qëtën njerëz prej punës Serbia, edhe unë, familja jonë, unë i kam 4 motra, edhe gjitha tjerë me fakultet. Vjollca ma madhe është doktoresh edhe profesoresh në fakultet, tash ka dalë, si profesoresh ka dalë në penzion, edhe ajo ka qenë lokomotiva e gjithë familje, se ajo ka qenë shumë punëtore, ambicioze, edhe na e bidash në shku mbasoj. Edhe nana ka qenë shumë, ka insistu që me mësu, edhe me qenë nuk ka pas aty dilem, a kime marrë këtë pesë që ajo. Baba në anën tjetër ka qenë shumë punëtore dhe ka punu shumë në dyqan, edhe ka kontribu në atë në tjetër, po me fëmijë është marrë nana ma tepër. Edhe në qatë periudhë, do më thënë në dhe 2-3 qëtën prej punës, unë i kam edhe 2 motra arkitekte, edhe 2 atë në profesoresha, Vlora është në UP, Elvida është në UPT, edhe ato i qëtën prej punës, do të në s'kishin që ka në po. Nora ishte në vitet e fundit të arkitekturës. Po, fakultet, po. Edhe atëre vendosë me hap një biro projektuse, dhe ajo biro projektuse janë gjithë në memnin ProArch. Edhe në fillim kemi qenë një bashkëpunim me 2 inxhinier tjerë të ndërtimtarisë.
Faton Mikulovci dhe Bujar Nushje. Dhe kështu që u bëlëm një ekip bajgje e madhe, një 6 vetë, unë isha si drejtor themelus, unë jam përdryshe dhe jurist dhe jam Saçi. Krahas kësaj jeni gjenerata e 5 e do të tonë familja jonë, Saçu e 5, e ka periardhen prej Shkodrës, atje ka pasën bjem një Kazazi, pastaj ata vllazët, 3 vllazë kanë ardhur në Gjakoj dhe njëri prej tyre ka ardhur në Pej edhe ka ndru në bazë të zanatit, e ka ndru bjemnin edhe kështu që ne kemi marrë bjemnin Saçu, edhe tash në Pej kanë qenë dy familje, do të thonë gjyshi e Mademi edhe vllai i tij Selimi edhe dy degë të familjes Saçu. Edhe kështu që unë i bi gjenerata 4 ose 5 e Saçive, edhe unë e kreva fakultetin juridik, edhe kisha dilemë tash çka. Këndej babas kish djalë tjetër, unë jemi vetëm i djalë, ke po mirë gjyna me lënë traditën, një ambicja si jurist edhe kom qenë e kom dashtë, do më tonë kom qenë në zonë si mirë, kom bujtë me gjithë ku, po motra ma bo në vjollë, sa ta jo, në mjekësi jo. Unë i desh në mjekësi, ta jo në mjekësi jo, se dike që unë nëse shkoj mjekësi. Mjekësi është pak ma te për lypë për kushtem, angazhim, edhe largona për i dyqarit. Kështu që unë shkova në juridik, jo pëse është ma i letë, po për shkak se kisha mundësi me koordinu. Me mbajt edhe anën e traditës edhe të studimeve. Edhe kështu që dikur 94 e hapëm këtë, të kthejem tash të kjo, e hapëm këtë biron projektuese, edhe aty isha, do më thonë, edhe në dyqan punë isha, edhe në punët e biros projektuese, i menagjerisha, administrata, financa. Atër kemi pas qatë shumë punë me inspekcionet të ndryshme, se ka qenë Serbia, çdo ditë gati vishin inspekcionet të ndryshme që u dëshke me qenë i perfekte dhe se dënimet ishin shumë të mëdha. Po gjithashtu ka qenë edhe pjesa e librarisë edhe pjesa e kurseve të kompjuterave që i mbajshim njëkohësisht, do me thonë 3 biznese në të njëjtën kohë. E hapëm edhe një librari edhe një kurs për kompjutere, do me thonë për PC, ka qenë jo dosat e shka qenë. Pra periudhë kryesisht e fokusuar të zhvillimi, të puna, studimet, gjë që nuk është se si a keni marrë, si a keni vjelë të mirat më pasër, pra çdoj angazhim është shpërblyer më vonë. Për ju Nora, cilat kanë qenë, po them, 2 momentet kyçe më të që ta mbyll me këtë nga ana e profesionit, më të vështira, po edhe të njëjtën kohë krenare që e ndjej me vetëm për punën edhe angazhimin. Shumë e vërtet, që ky moment, domethënë kur kom filluar edhe unë me punu në këtë biro projektuese bashkë me 2 motrat e Valdetin edhe Valdetin, kanë qenë sfida e parë profesionale, se unë ende nuk isha e diplomuar, po isha ty e punu diplomën, ishin vitet e 90-ta kur njerëzit nuk kishin punë, kishin dalë prej punës, kështu që kjo ka qenë një zgjedhje shumë elegante për me mujt na me mbijetu në atë kohë. Edhe, po ka qenë një periudhë ku unë e kom mësu shumë. Dëmënë sa ka qenë sfiduse si femër në biznes të burrave, dëmënë si femën arkitekte, ka qenë këtë një botë tjetër. Ka historie kur njerëzit kanë arë dhe kanë pyta, ka këtu femë në a ka arkitekta, edhe na kemi thonë, po jemi 3 arkitekte, se isha edhe unë edhe Vlora dhe Elvida, edhe ata na shiqonin me nënçmim dhe dilshin jashtë. Do me thonë, na jemi desh me u adaptu në atë sistem edhe gjithmonë kur ka pas... Po, se nuk e mendojshin që femnat janë gjendje me punu në punën profesionale, edhe na në njërë elegante u dushim me thjero se Bujarin ose Valdetin, i cili është jurist, Valdeti është jurist edhe vike aty që me mujtë me qenë ftyra. Tash, ke bjen një temë shumë interesante se aty jo mballafaqu për herë të parë me këto padrejtësitë gjinore që kanë qenë në shoqërinë tonë, po edhe kom pa progresin e shoqërisë. Domethënë 94 me 2004-ën, 2014-ën edhe 24-ën, jonë dekada që shoqënia jonë ka mbri progres alamet të madh. E unë si arkitekte dhe inxhiniere e kom përjetuat progresin edhe atë respektin që e kemi mbri femnat, të cilat e kam përdor trunin, jo tërnakopin që e thonë populli, edhe kemi mbri në shoqërinë tonë, e cila është e bazuar ende në maskulinitet edhe mendojnë që
veç burat mundën Ky progres ka ardhur pikërisht prej grave si ju, zonja Nora, e plot të tjera të cilat kanë rezistuar edhe shikimet e tilla me përçmim ose me paragjykim nuk i kanë lënë me i demotivu. Përkundrazi i kanë bërë më të forta edhe prandaj sot gruaja ka një pozitë më të mirë, po themi, jo kënaqshëm, akoma ka nevojë për të bërë, po më të mirë. Për të dalë tek ju të dy, duket pra se historia e ju të dyve është shumë e hershme. Takimi i parë kur ka qenë, në çfarë rrethana jeni njohur? Unë kam dashur skimin shumë gjithmonë prej që kam pas mundësi, se skimi është edhe ka qenë, po edhe është bajgi i kushtueshëm. Edhe një periudhë ka qenë që në Brezovic nuk ke mujtë më shku me vetur dhe Rinal, po e patrubo autobusin poshtat të hotel Narcis. Edhe deshke atje me luan veturën edhe me hypë. Edhe këta që kam Nora ka pas me baba i Norës ka pas vikendisën atje, edhe në mes rrugës po hypë një burë ma i vjetër dhe një qik me sytë më dhe me flokët dreta. Sa përshkrimi në zheqë. Qik. Edhe këm pa, mos e këm pa një vjetë. Ku hupja, ku është mëndej e Gjeta, Zbulova, që është e Mitrovic, që është e familjes Logja, edhe fillova dyqysh në mënyrë të pahiri, si thonë, me u duka të ku ishte dhe Nora. Gjithmonë qëllojke ku unë isha, me Krejt rastisht, po. Por një vit pas ka kërku, Nora. Po, një vit, e mandim bas një viti patëm kontakt, edhe vikem bas një viti edhe në Dubrovnik, kur shkojsha me prind, për shambull në pushime verore, ky pahiri qëllojke rrugës ka Dubrovniku. I dike datat. I merke vesh datat edhe mandi qëllojke pahiri. Duhet respektu për insistimin, se gjeneratat e sot me veç një mesazh nëse si a kthen nuk s'flet më. Ajo ka qenë kohë tjetër, plus paramendoj kohën na me u taku në mes të Stradunit, qytetit vjetër Dubrovnikut, në kohën kur s'ka pas telefona. Si komunikojshit? E kemi caktu, do me thonë, si me thonë, 2-3 ditë për para, kur ko me qenë unë aty, edhe nëse jom ko me qenë në këtë datë, në këtë orë te Fontana. Edhe nëse s'kom qenë, do me thonë Valdeti e ka di që nuk ko me qenë aty, ose ko me qenë. Qa ka qenë vetë një mënyrë me komuniku. Të reja, ka mundësi edhe me jetu edhe pa telefona. Po pra, fiks, mundet. Jeton edhe dashurohesh e kryon familje, gjitha janë mundura. Paramendoj këto telefone, kemi 15, 10, 15. Edhe do të kemi jetu edhe për para. Se nuk mundet me paramendur njërzit, po mdej, rinia ta që qysh keni mujt jo. Nora, si e priti familja, ose si i tregove, kujt i tregove së pari për Valdetin, për të thënë shiko se kam njoft një djallë, po takohemi, po pëlqehemi. Po, personi parë që i kom tregu dhe që i ka dit, ka qenë Tezja e vogël, Diana, po mandej personi parë e cila e ka dit kur unë e kom betë shtatzane, ka qenë mami jem. Do me thonë, vetëm mamit direkt i kom tregu kur ka ndodh edhe kur e kemi vendos me Valdetin që përdoj me u martu. Do me thonë, ne i bëjshim plane që kur diplomoj, jetën tonë të përbashkët, ne veç ishim në rrugtim të planeve tona, por që ndodhën senet pa pritun edhe u desht pak ma herë. Në vitin e dytë në fakultet u martum, unë isha në vitin e dytë, Valdeti ish veç i diplomume, ish i situ mirë, edhe kështu që aty nuk kom pas besim kërkujt me i tregu mas pari për veç mamit. Edhe ajo si gru e menqme që ka qenë, se mamin e kom humë kur i ka pas 29 vjetë, ka vdek si gru shumë e re, po ka qenë shumë femën e menqun, edhe unë i falenderoj asaj për mënyrën që shumë ka rrit, ajo edhe babi, Kimete Logja dhe Zeki Logja. Të dytë kanë qenë intelektual, profesor, babin e kom pas dhe drejtor në fabrikën akumullatorve në Trepqë dhe ka qenë hulumtuse shkencëtar, i cili ka ndrujet vitin e kalum. Edhe ata kanë kontribu shumë që me në rritë mu edhe vlaun tim në mënyrë të barabartë. Edhe unë jëmë shumë falenderuse që ma kanë mundësu me qenë e pa trembun në ftyrë të sfidave. Edhe këtë sfidën e parë njëtën time që adhe si me balansu me fakultetin e me fëmije, me familje, se nuk është bo fjallë që me ullon fakulteti, po si me menagju. Edhe aty ma kanë dhonë forcën, edhe Valdeti nanën e ti ma ka dhonë për krahjen kryesore, bashkë me nanën e ti, asjen e saj, që unë edhe ajo ka bo shumë me Nolin, derisa është rrit Noli djali jonë, edhe fëmiju i parë. Edhe
ka funksionu. Do me thonë, kom ri me kry fakultetin me fmi, kom diplomu, e kom kry magistraturën mandi prap me 2 fmi, mandi kom kry specializimin me 3 fmi, kry që jeta më ka ballafaqu me sfidat të caktuara të kohës, po ajo nuk më ka ndalë me i krye dhe me balansun mes të karierës dhe familjes. Gjithçka është Arihet kur don. Të ndalim pak të martesa, në 88-ën. 88-ën, po. Vitin 1988, vite më përpara, keni bo në i ceremoni, në i dasëm, Më falë 89-ën se u habi. 89-ën, Ka qenë darsme e fundit që është mbajt në hotelin Grand, ai restorani poshtë atje. Në kohënat e rëndat Jugoslavisë. Po, mande e murën sërbët edhe u ndalu krejt, do të thonë ajo ka qenë koha kur ishin ato demonstratat, kur ishin ora policore. Periudhe vështirë, arrit të tashijonit, apo e kishat atë sikletin e saj edhe situata? E aty ka qenë, baba ka qenë insistus në muzikën, ka qenë Ismet Peja edhe orkestri ti, se Ismet Peja ka qenë shoku i ti. Edhe unë pitam këta, ata, Ismet Peja. Veç Ismet, as kush tjetër. Se ka qenë edhe një tërgjem i ti, se Ismet Peja është martu me një të pejes, një gru i cila ka qenë edhe shoqe e nanës teme, edhe baba ka qenë si ndërmjetësus ndërmjetën, edhe për herë parë që ka këndu Ismet Peja, ka këndu në darsmen e babit tim në pej. Sa Kështu që ka veçantë. qenë shumë një ngjarje veçantë. Edhe kështu që ka qenë mirë, ka qenë darsmen shumë i mirë. Atë vajzën me kaqurela e kishe tashmë përballë, ishte nuse, po bëheshit gati që ta kalonit gjithë jetën bashkë. Nuse në prezencën e 400 musafirve, do më thonë ka qenë darsik shumë e madhe për atë kohë, për mu shumë siklet, po edhe isha e re dhe gjithë shka njetë e mërësha si interesant, gjithë shka mu duke interesant, gjdo send i ri, kom qenë shumë kureshtare, gjithmonë edhe kom marrë si një mësim e njetë edhe si send interesant, kërë që po, jo më knaqe edhe unë A ju ndasmën pysim teme. fëmijët sot, na tregoni pak për dasmën, ose a janë kureshtarë të dinë se si ka qenë, qa ju tregoni më shumë? Po, bile djali Noli, tash së voni i ka nxjerr ato videokasetat e dasmës tonë, edhe i ka digitalizu, edhe i kemi shiqu bashkë tash për vit 3, kur ishim bashkë me familje, kishim ko pak ma shumë se gjatë festave, po kemi ko pak me u relaksu edhe me mendu, edhe i kemi po ato fotografie, po, ka muhabete interesante, prej momentit kur vajzat më thonë, qysh ki mujt, vajzat e mia, Lisa, Vesta edhe Lisa, kur kanë mërin moshën time, do më thonë 19 vjeqare, 20 vjeqare, me qenë me fëmijë të vogël dhe me kry fakultet, ato më shqiqoni dhe thonë si ka qenë e mundun, deri te ajo që Valdeti ka qenë shumë persistent edhe frajer edhe e kam bri qëllimin, po gjithmonë në jetë e kemi pas njëni tjetrin partner, krah të fuqishëm, edhe kur njëni ka ra, tjetri e ka ngrit njëni tjetrin. Kështu që ajo na ka mbajt që na me qenë ende stabil, me qenë të pandashëm, edhe sendin kryesor që e kemi në martes, e që na ka mbajt në këto vite është respekti. Domethënë dashuria është shumë e rëndësishme, po edhe respekti është shumë i rëndësishëm, edhe besimi në njëri tjetrin. Se është problem në shoqërinë tonë derisa ta merr besimin e derisa, domethënë jo në ndikimet e rrethit të shoqënisë, edhe nëse ti beson, ndodh që rrethi me të vun dilema edhe ndryshime të caktuara, po aty i kemi të kalu, domethënë me komunikim. Gjithmonë jemi ulë dhe kemi folë dhe kemi biseduar dhe kemi zgjedh probleme që aty për që aty, se për ndryshe nuk mundesh. Edhe, po du, edhe një detalj interesant, kur vendosëm që po martohem, gjyshi i saj ka qenë Salinushi, një intelektual i njoftër edhe. Ka qenë atë ministër për arsim, shkencë dhe kulturë në kohën e Jugoslavisë, ka qenë ministri parë shqiptar në atë pozit. Edhe, po thot Nora, po thot gjyshi po dënë me folë me ty. A u kërambe pak. Qka me folë, edhe natyrisht pak me trema, edhe pse e mora me mend që ka me qenë puna e arsimit, edhe i thash abejet e shim gjyshin, i thash mua merë mendja që e ke atë brengën, se ka me studiu, a ka me kry fakultet në ora. Unë i kom 4 motra, të gjithat kanë kry fakultet, edhe unë i kom kry fakultet, kishte me qenë shumë biologike, Nora mësë me kry, edhe mësë me dash kjo, me zorë kemë me shti. Ja ke heqë këtë bringën që sigurit duhet ta këtë pas për shkak edhe të shtatzanisë. Nora, the që keni kalu shumë
shumë gjana edhe të bukra, po edhe sfida të kohës, tranzicionit të popullit tonë, të vendit tonë. Për shembull, nëse ndalemi pak tek periuda e të qenurit refugjat, si e keni përjetu? Besoj që për secilin prej qytetarëve dhe sot, ata që e kanë përjetu, kanë qenë në moshë madhore, është një nga periudat më të rëndësishme të vendit, por edhe të vështira. Shumë e vërtet, edhe sa herë kujtojmë edhe kur flasim për sfida për gjithë kosovarët, gjithë shqiptarët e Kosovës, të cilët e kanë përjetu luftën në mënyrë të vetëdijshme, që s'kanë qenë fëmijë të vegjël, sfida kryesore ka qenë lufta. Na vetëm tash kur shiqojmë rapa 25 vite, 26 vite për asaj kohe, e mendojmë sa kemi qenë me fat që jemi ende gjallë, që jemi këtu, se nuk ka qenë e lehtë. Unë e kom punu me World Vision para luftës në vitet 98 dhe 99 në teritorit e Suharekës edhe Malishevës, në ato katundet të cilat kanë qenë ma famkeqet në atë kohë, edhe e di qka ka pas, qfar dëmethanje ka pas. Me të djeguna të bombardume si isha si inxhinjere re, edhe me njëherë fillova me punën me World Vision, edhe i shisha njerëzit e vram, fshatrat e djeguna, ne ndihmojshim me infrastrukture tjere tjere, po rrugës t'ju këthy edhe t'ju shku, vazhdimisht kemi qenë të ndalun prej posbloqeve të njësiteve specialit asaj kohë. Kështu që thjesht e konsideroj shumë fat që jam këtu, që i kom përjetu edhe mbjetu aty në momenteve sfiduse, për me përfundu edhe me një moment tjetër sfidus se përfunduam si refugjat në Tiranë, edhe mandej prej Tiranës e fitum programi. Valdeti u bashkan gjetë mas një animu e gjysë, mas luftës, gjatë luftës u bashkan gjetë Tiranë, filloj me punu në ambasadë kanadeze, edhe patëm fatin që kësi zyrtari ambasadës kanadeze dhe une si e përndjekun në përmjet World Vision, ishim në një kategori të rasteve speciale që na mundësun me shku në Kanadë. Edhe ajo ke rrugtimi jonë në Kanadë, aty e gjetëm një parajs të re, mbas gjithë aty në tjekunave të viteve të 90-ta edhe jetës si refugjat në Tiranë, me të vërtet ka qenë një jetë e re, po gjithashtu sfidë. Se kulturë e re, shtet i ri, kulturë krejt tjetër, fillim i ri, i kishim lënë krejt mbrapa, gjithë familjen edhe shpirtin e kishim lënë këtu. E që ajo edhe na ka mbajt që mos me mujtë vazhdimisht me qenë atje. Domethënë kemi mbajt lidhjen të në kohën, po gjithsesi e kemi pa që edhe atje mundemi me pas sukses. Se mas 3 mujve Valdeti ka fillu me punu si Sahaçi, e ka gjetë punën e ti, të cilën e ka punu këtu, unë e fillova me punu si arkitekte, kështu që me mund e me shumë sfida, ja kemi dalë. Do më thëna, të regon që kur donë edhe dikun tjetër mundësh me pas sukses. Ta 3 muaj, a ishin të vështirë nga aspekti financiar, i fillimit të një jetë të re atje, a ishit vetëm me Nolin, apo kishit edhe vajzat? 2 fëmijë kishim. Të dy. Nolin edhe Qeveria Vestën. kanadeze ka qenë shumë përkrase për Kosovarët, për herë parë më duket edhe të fundit i ka jap 2 vjetë për kraje refugjatëve Kosovarë. Kështu që ka aspekti i material nuk kemi qenë keq. Në anën tjetër, nëse ti fillon një punë, atëherë të ndalen ndihmat. Unë edhe Nora kemi qenë ndër të parë që jemi dalë prej programit. S'kemi dashur me qenë program. Unë, si jurist, ishte shumë sfiduese se u dashke me kry gati edhe njëherë fakultetit, se sistemi juridik i Kanadës është sistem anglo-sakson, kurse ky joni është kontinental evropian. Kështu që thash, hajde po këshyrim atje për me Sahaçi, edhe kisha fat që u njofta me disa njerëz, edhe fillova me i punu orët e murit, edhe isha shumë i kënaqur. Nora filloi si arkitekte, e ishte ma lehtë se ja njofshin diplomën, edhe që ka është me rëndësi e filloi edhe procesin e kësaj master, Nostrifikimit edhe edhe të masterit. njëjtën kohë mbas 3 vjetëve e merr edhe master edhe licencë si arkitekte i diplomuar, i licencuar. Nga ta refugjatët, po themi që integrohen shumë shpejt dhe nuk duan që të rinë ka të marrin një ndihmë të vogël financiare, por duan edhe të zhvillohen profesionalisht. Është shumë rëndësi me u përshtat në atë vend ku je. Ju edhe keni lëvizur, nuk keni qëndru vetëm në Kanada. Në cilat vendet tjera keni lëviz për sa kohë, edhe kush u është përshtat më së shumti për nga
pushimi i shpirtit, se që ta Nora gjetën parajsën, pa tjetër se po nga ajo që kishit lënë këtu. Ashtu. Do me thonë, pri lëvizjeve mas gjati kemi ndajtë në Kanadë, po edhe aty me ndërpreje. Do me thonë, gjatë 20 viteve kemi jetu 1 vjet e gjysmë atje, mande u ktheshim në Kosovë, mande prap atje, prap në Kosovë për arsye familjare. Edhe kështu që nuk kemi ndajtë rahat. Pak prej arsyeve familjare, pak nga jeta, pak nga malli kemi bo lëvizjet shumëta. Po mande me punën time me OKB-n edhe aty kemi pas mundësi me lëvizje dhe kom lëvizën në disa vende, mas shumëti në regionin e Balkanit, Shqipëri, Malzi edhe në Stamboll. Do më dhënë misioni i fundit ishte në Stamboll, ku ndajtëm gati 5 vite me Valdetin, edhe në Stamboll erdha prap prej Kanadës, do më dhënë ashkumë në Kanadë prap 2018, u përshëndeta me OKB-n këtu në Kosovë, se kisha punu gati 12 viten me OKB në Kosovë, isha kryesuese e ekipit UN Kosovo Team në atë kohë, që është një trup koordinus i agjencive të UN-it, edhe u përshëndeta se e vendosëm me Valdetin edhe me vajzat me shku në Kanadë, se ishin në studime. Do më thonë edhe vogla kish me fillu shkollën, edhe madhja në studime, edhe vendosëm për arsye familjare. Po, ndërkohë, mandej, u bo edhe oferta për marrë në Stamboll, mas 2 vitesh që ndajtëm në Kanadë, edhe erdhëm në Stamboll prapë, me punë të UN-it. Edhe vajzat prej Vancouverit, edhe vajzat dullën në Montreal dhe në Toronto. Sikur marrën rrugën e ju, edhe ju qa po bëni, hajtë po shkojmë në... Po, do më thonë diplomoj Vesta, Lisa ishte në fillim të studimeve, kështu që na e kishim tash lirin me mujt me lëviz prapë edhe lëvizëm, edhe vajzat mbetën në Toronto dhe Montreal, aty janë ende, edhe na u këthymë në Stamboll. Tash për Stambollit në Kosovë, prapë. Ja ku jemi. Ja ku jemi në Kosovë, po. Për prindrit, kur rriten fëmijët edhe vinë në një, po temi në një rehatit e jetës së tyre që marrin timonin e jetës së tyre në duart e veta, është një lehtësim, por nga ana tjetër e di edhe nga nana ime dhe gjitha nanat ose edhe baballarët që fëmijët asnjëherë nuk rriten, ai trajtimi ose ato pyetjet nga më të thjeshtat, a ke hunger, a ke flejt, të vazhdojnë të jenë kush e di sa vjeç bëhesh, po si prind, cilat kanë qenë frikrat apo ndër sfidat më të rënda që keni kalu në rritjen e fëmijëve? Po, fëmijët, populli thotë me rritë fëmijë është si me hangër gur me dhambë. Do me thonë, nuk ka familje që nuk ka sfida gjatë rritjes së fëmijëve. Normal, në fillim janë ato dilema që si po rritën me shëndet, apo shkon krejt mirë, mandi shkolla, fakulteti, edhe jeta personale, mandi. Na i kemi fëmijë të rritun, tash Lisa e cila është ma e vogla, e ka kry fakultetin, Nolive që është të punu, edhe me Nolin po punojmë bashkë tash në Lavjerth, në Culture Cafe dhe Galeri, e bashkë menagjojmë atë pjesë të biznesit. Kështu që ndërkohë gjatë jetës, dhe më dojnë kemi pas shumë sfidas, edhe të lëviz shumë në përvendet ndryshme të botës, edhe fëmijët randohen. Dhe më dojnë nuk është se hajtë që në tri edhe adaptohen letë. Me Nolin, për shembull, ai ka qenë pak ma i pjekun, ma i madhë, se a i ka qenë 10 vjeç kur kemi shku në Kanadë, Vesta ka qenë 3 vjeqe. Do më dhëmë Vesta nuk e mbanë mend edhe është adaptu mirë. Noli si 9 vjeç edhe 10 vjeç në atë kohë e ka pësu një tranzicion, se të na shkolla e më pri klasës parë deri në gjimnazën fakultet jemi të njëjtën shoqëni. Atje ndronë, gjdo vjetë ndronë shoqënia, ndrojnë klasët, ndrojnë edhe shkollat. Na mandi lëvizëm prapë në Kosovë, kemi lëviz, para sa ishim në Shqipëri si refugjat, do më thonë ati i ra shumë e lëviz, prej Kosovës në Tiranë, prej Tiranës në Kanadë, prej Kanadës prapë në Kosovë, në shkollë krejt tjetër, shoqëni krejt tjetër, mandi prapë shkumë në Kanadë, jetum një vjetë e gjysë, prapë u këthi, do më thonë, gjitha ato vitet që ka qenë teenager, Noli ka pas tranzicion në shkollat të ndryshme. Për kanadezët dhe Amerikanë, kjo është normale se ata në mësu me këtë sistem prej ditës parë, për fëmijët ton ka qenë pak ma ndryshe. Edhe sigurisht se ka pas edhe ai sfidat e tia, se në momente më thëjke, po kom qef me ndaj dikun ku jënë njerës të mi, ku kom ma shumë njerës të mi. Edhe që ajo më ndej e bani me vendos, kur e vendosi ku me studiu, se ishim Kosovë, a ju pranu në 2 fakultete në Vancouver, në Simon Fraser edhe në University of British Columbia, edhe në AUBG, në Universitetin Amerikan në Bulgari. A e vendosi me shku në Bulgari, se ishte me shok Kosovar. Edhe pse Kanadën e kishim si shtëpi të dyte, jetë të dyte, botë tjetër, a i vendosi me shku në Bulgari, se na nuk ishim Kanadë, ishte a i vetëm, u duke me shku vetëm. Që aty e pam që ka nevoj për lidhje me shoqëninë e ti. Kërë që ajo ka qenë, mandi ajo, tash po flasim se është emision familjar, po i ka pas momentet e randa dhe aj,
në të cilat jemi përfshi edhe na si familje. I ka kalu fazat e tia të provimit të substancave të ndryshme kur ka shku në fakultet, edhe jemi marrë me të një 3 vjetë bashkë me Nolin, se ai ka qenë kryesori që ka dash me ushëru edhe me dalë pra se amullije të abuzimit me substanca narkotike, po shqyqyr Zotit e ka pas vullnetin ai, e ka pas përkrahjen tonë si familje, edhe ka dalë prej asaj bote ngri që i thojnë. E ka pa gati fundin me sy, po ja ku është tash që 10 vite punon, ka punu me UNICEF-in, punon me marketing, tash po merret me lavjersin edhe me një klub natës që quhet Poshtë për edhe kështu që është i angazhuar, është shumë stabil edhe as nuk pin duhan, as nuk pin alkohol edhe jemi shumë krenar me sa shumë ka ndryshuar. Po nëse pyet një prind cilat janë sfidat, ato dhe ta ndalem se shumë e rëndësishme. Fëmijët, është definitivisht sfida më e madhe në jetë. E në atë sfidë as familja nuk ta beson, sepse nuk jemi të lindur na si njerëz me ditë si me u ballafaqu me këto probleme. Kërkush nuk lind me përvojë automatikisht me e marrë fëmijën përpara dhe me ndihmu. E dini ato përshkrimet që janë pak qesharake që thonë çdo aparat që e blen e ka udhëzimin edhe garancionin. Kur vjen fëmiu s'ka as udhëzim, as garancion, edhe në momentet u shoh zot ku i kom çat udhëzim çka me bota. Po du me dalë që improvizu kur ja filloj Nora me punu në kanal si arkitekte, atëre unë ndrun rolet, unë u bona prindin shpi, e kjo ishte më punë, se ishte një orë e gjysë largë puna, edhe 8 orë, kështu që gati 12 orë nuk ishte në shpi, unë isha me fëmi, se kisha punë në shpi. E atëre pash, sa është me qenë grua shpis punë e lodhshme e nuk ta vlerësojnë. Dhe pa dukshme. Në fund ditës, unë e ton ditën punojsha edhe fëmijëve, pastrojsha, në fund ditës vike kjo që ishë në punë, Buri. Jam shpia, po jam shpia, unë e ton ditën jam t'i punu. Me të vërtet, e kisha thonë që gjdo burë me qenë një kohë, me marë ato, që ishë kanë emnin në kanot, ajo që merët pushim... pushimi i Lehonisë? I Lehonisë. Si paternaliv. Paternaliv, me u marrë me fëmi, me pa që ka do me thonë. Që me shku gruja në punë, e buri me nejtë me fëmi, për me pa sfidat e punët të mërzitshme të përditshme. Të shtëpisë, shumë ka për fëmi në qoje, pasërë qoje në shkollë, këtheje, jepi me hangër. Ma ndë i pysin gratë që ka përpunon ti, kur thot ajo rinë në shpeja, ma mbi se kujdesen për fëmijët, okej, mirë, se ti qenke rehat pa puna, aty është puna më e madhe. Shumë e rëndësishme që nuk e din shumica e burrave. Edhe këto i ka ndihmu, edhe na ka ndihmu neve me kuptu edhe Valdeti sa është me rëndësi me ndihmu partnerës, sepse ty ardhë për një familje pak ma tradicionale, në Kosovë ndryshe është ambienti edhe rethi, edhe pavarësisht që Valdeti është shumë punëtore dhe gjithmonë ka punu prej moshës 9 vjeçare në dyqan me babin e vet, nuk din as një moment, nuk ka historia as kujtes, kur kjo nuk ka punu edhe nuk është kujdes për familjen materialisht, po gjithashtu ka qenë edhe babë shumë i përgjegjshëm për fëmi. Po në Kanadë e ka fuqizu edhe e ka përjetu që atë rol, me e ditë sa është me rëndësi, edhe sa është me rëndësi me a ditë nanës, grus, partnerës tjetës, me ditë që është punë me të vërtet e lodhshme. E të na shumë rallë njerëzit e kuptojnë. Të paktën më vjen mirë që platformat të tilla si programi ynë, përmes shembujve të zotrit Valdetit, kanë mundësi të shohin edhe një realitet tjetër, edhe të mos thonë që prezenca e burrit në shtëpi si bab duhet konsiderohet ndihmë. Jo, është detyrë, po që njëjtë sa e nënës, e vërtet. Jam nga fundi dhe nuk dua të mos e përmend Lisën, ju e përmendet shkarazi sigurisht përmes tregimeve tuaja, por Lisën e kam pas edhe këtu në studio. Lisa është emër që publiku tashmë e nje, Biles po e do fort, po ja do artin shumë që po e kryon, andaj du ta marrë pak një përshtypje dhe nga ana juj. Biles, së fundmi, e dëgjova këngën që publikoj me Tajnën,
shumë e bukur, shumë e veçantë. Si po ju duket Lisa edhe sa jeni krenar me arritjet e saj? Është diçka që e ka dashur si e vogël? Gjithmonë si e vogël edhe t'ju rrit, Lisa ka qenë adhuruse e kamerës edhe aparatit. Do më thëmë prej si bebe, ende pa ditë për vetë ka qenë e ka tërhjek kamera edhe fotografit e tjere, po interesant është se të tre fëmijët i kemi shumë artistik, edhe Nolin, edhe Vesën, edhe Lisën, po e thojmë që Lisa ka pas përparësi se është rrit me dy vllai motër ma të mdhej, me ma shumë përvoj, edhe ja kanë ushqy atë shpirtin artistik. Sidomos Vesta, e cila ka qenë ma afër me te, tonë konë është marrë me te, kanë bo video bashkë, kanë bo shfaqe teatrit, incizime, po edhe kange vjesha e tjere, kështu që si duket e ka pas atë rrugtim prej fillimit. Mandi edhe me shkollë të muzikës, se të tre fëmijët i kemi pas në shkollë të muzikës, edhe Nolit ju ka desh me ndërprej, përshka se ka qenë lufta, dhe më aja ka ndërprej edhe atë pjesë, po mandi është marrë me sport edhe me aktivitetet tjera, e Vesta edhe Lisa e kanë kry. Ajo ka vendosur në publik të prezentohet me emrin Sahati. Sahati, për arsye shumë praktike, se mbi emrin Sahatqiu na e dim, se edhe kemi jetu në Kanadë, edhe unë e t'i punu me ndërkombëtar, është gati e pamundur me e thonë si duhet. Më ka tregu edhe vetë. Kështu që ajo është inspiru, por nuk ka dash me ik prej mbi emrit origjinal, Vetë ka vendosur, nësë kemi pasë në të Si unë djeve kur ta thazët rivalvet, kur ta që unë duat të jetë kjo emri im artistik? Merë mirë shumë, se është do të vazhdimi traditës, edhe si ta Nora, ajo është gjithmonë ka qenë në skenë, bile më dukët edhe njerë, bë këtu ka qenë në një si përkthysë shumë e vogël, ka qenë Koran një grupë, edhe që ajo është e lindur për skenë, është Në vërtet, edhe nga ato të më dhatë, Biles. Kështu që ju urojmë shumë sukses Lisës, po edhe du t'ju falenderoj shumë për kohën. Sinqerisht, ke shumë kënaqësi. Ta nis këtë javë edhe këtë pasditë bashkë me ju këtu prezent. Në këta minuta, besoj që arritëm të nxjerrim goxha tregime të këndshme, por edhe të vështira të rrugtimit tuaj në jetë bashkë. Faleminderit juve për Ishte shumë kënaqësi. Ishte kënaqësi edhe po shpresojmë që shihemi prapë në të ardhmen. Me kënaqësi, faleminderit shumë. Miq dashur, tani është koha të shkëputem veç pak për marketingun, kthehem në pjesë të dytë me diçka tjetër.